Se di valla, unë asë që di se ka hip, se unë nuk jam ekonomist në shtëpi. Ma bin hazër, e ha, super, faleminderit, kur dhe shër, mas 3 ditë u pekan pru, po shqyqir gjalli punon, fiton, edhe bie, po e mendoj të njerë aj që si punon gjalli, si punon kërkundi, aj si ku e merë, si e merë. A e ha dhe njerë, a heqë. Djalli atë ankohet dhe njerë së në shtrinjë. Pas që e kom pyt, asë që ankohet aj. Ka shqyqir pare, ashtu që aj që ka pare, nuk ankohet shumë. Po për dikund jonë bajgi shtrinjë, për dikund nuk jonë qaqë. Ne që jetojmë këto me ndingje, pak e kina vështirë e kina. Popli një ditë të plasë, të dali për kontrole, po i lutem adish që këto njerës jo vetëm t'i marrën pozitat, flasin për gjanat kota, a nuk mirën ma atë që popli i ka zgjedhë. Unë që them drejten, e shofë se pak është ka dalë për kontrole, në përgjithësi. Kjo është punë e shtetit. Shteti sikur nuk kanë gjendje t'i bëjë punët e vetë. Tash populata e shkret qatë bëjë, rogat janë tetë, ulta, këso roga nuk ka asë në Afrikë. Mere me jashtim, adishme se të marrëm pak ma realisht. Unë mendoj se shtetit do të reagoje të merë në kontrol këto çështjet pa i dalë për kontroli edhe popli, se popli një ditë të plasë. Të dalë për kontrole, po i lutem adish që këto njerës jo vetëm t'i marrën pozitat, flasin për gjanat kota, a nuk mirën ma atë që popli i ka zgjedhë. Popli i ka zgjedhë për t'i realizohu punët e veta. Që kjo është mendimi jem, duhet të kenë kontrol mbi çmimet, se po nuk kanë kontrol, po të vazhdojë kështu, do ketë kaos që nuk do t'i dalën kraje ma vonë. Kjo është mesazhi jem për të them për kryesin, për udhëheqësin, për qeverinë. Qeveria duhet të merë pjesë sa më parë të zgjedhë këtë problem, se poplit kur e shef se nuk ka kontrol, bën si di vetë. Them drejtën, për këtë punë nuk ka koment. Ne shohim se çdo ditë kriza është u thellu, ki popull vuan, po nuk ka edhe kush i del zot. Sindikata, organizata jo qeveritare janë në gjumë, se kriza ekonomike ka kapluar shoqërinë në çdo aspekt. Jo përmet ushqimi, po se s'pet një për rima. Që janë difishuar, fakturat e rrimave janë difishuar. Kjo total, kjo turp i marë. Unë kam rast të kam një lokal të vogël, 6.000 mune 11, 12.000 mune 12. I njëti lokal, i njëta ngroje, më thanë këto është me do të problem. Kjo është një problem i gjithë shoqërisë, jo vetëm i neve, që mos shkojnë atë aspekt mendoj korruptive, po dhe më thanë është aspekt shtetënor, mendoj problem shtetënor, populli vuan, me do të vuan, se kam raste vinë për 500 dinara, vinë buri matë për shumë, ti merë dhe se një këthen, edhe nuk del parë.